Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammad ibn Abdullah al-Mabuthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi ila yawmiddin. Thumma ma ba'd. Allahu azza wa jalla falendrim, kurse salavatet dhe selamat Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam ja dërgojmë. Të nderuar vëllezër, në beslidhen që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ban duke qëndruar në kodrën Safa me gjinin femrore, i jep disa udhëzime porosi i dërguar i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Në mesin e tyre porosive është edhe porosia ku thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam wala yaznina. Ajo është lartë në kodër, Omeri radhiyallahu anhu poshtë, dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ju drejtohet grave muslimane, besimtareve, dhe ju thot wala yaznina, dhe mos bëni zina. Të ma jepni fjalën o ju besimtare se nuk do të bëni zina, se do të arruani nderin tuaj. Thot Hindi, e vëtezni l'hurra, thot a ban vaki një gru e lirë që nuk është robnesh, qko liri mendore dhe shpirtërore, a ban vaki me aleu vetës me bo zina, me bo amoralitet? I vjen çudi i Hindit që si mundet një grun e lirë normale, e zakonshme, e martume, me burë të vetë, e lirë nuk është robnesh, se si a imponon askush amoralitetin asaj me dhunë, që ajo me shku me bo amoralitet. E që në historinë islame, gjithë një kanë qenë dhe mbetën të dalluara femrat muslimane dhe shqiptare tonë, dhe tradita e Ballkanit në përgjithësi, që të e ruajnë dhe mbrojnë namuzin dhe nderin. Dhe në këtë drejtim gjithë na së bashku si shoqëri kemi obligim që të këshillojemi, që të përkujtohemi, që të mundohemi të ruajmë nderin e gjitha masat preventive me i marë për parandalimin e zinas. Shifeni dashur vëllezër, nuk ka ajet kuranor që na thot mos bëni zina. Ajeti kuranor është wala taqrabu zina, mos ju afroni zinas. Andaj sheriati ka me masa preventive që me ullë shikimin, që mos me dal në thellësi të natës i riu dhe e reja, dhe se nata është shërë me ndet në shpe, e që me fal jacin, me ra me flet. Parime dhe regullat të cilat fatkeqësisht janë prish në kohën e fundit, e që rinia jonë i neglizhon dhe i nëmvlerëson dhe i azgjëson, a realisht në thellësi të natës, nata është për shejtan dhe nata është për shejtanlëk. Hajri është ditën, teri është simbol i frikës, errësira është simbol i frikës, drita është simbol i sigurisë, rahatisë dhe mirëqenjes, që na i kemi përzi, që ditën e kemi bo natë, natën imi duke e bo ditë. E që mundohemi me mashtru veten dhe me e bind veten se e mira u ka bo e keqe u ka bo e mirë. Kur zbot, e zeza e bardh, ase bardha e zezë. Nata mbetet e zezë,
se ne ban të ditë të bardhë. Dhe dita bote bardhë, andaj del drita, dhe duket bota bardhë. Se në ditë është e mira dhe bereqete. Andaj sheri dhe e keqja organizot dhe bëhet natën. Kurse e mira edhe hajri organizot dhe bëhet ditën. Dhe na në këto masa parandalimi gjithë kemi përgjegjësi kolektive që të marrim masat dhe të i parandalim të këqijat. Që tritë tonë me këshillu mos me dalë natën. Merrni statistikat e krimit, vrasjeve, të këqijave, devijimeve, drogave, komareve, kur bon, natën bon. Sa është errësirë, terë në kuptimin e plot të fjalës. Që qarshia në ora 12 e jonë me konë gati se gjysma e mbyllët, mas 12 venes mu hapë dyqanët si që duhet, e pazari me hinë ora 11 me qenë zbrast, e natën me vlu qarshia. 11-12 natës, një femër vetë, qka bën në qarshi? Qka lip në qarshi? Po unë e kuptoj e rej është. Pa e di shka se në kuptoj. Ku është ai babë? Mi thonë, oj bi, ku je mërin 11 ora, 12, ku je? Që ky babë jemi unë edhe ti, o vlavje. Po edhe ai buri mi thonë, oj gru, ku je në këtë satë? A ki shpi, a ki thmi, a ki detyra nesër, ku je, oj gru? 11-12 e natës. 1-2. Unë e kuptoj ndo një herë njeri u ka nevoj me dalë, me ndru ambientin. Dhe që kjo fotografit të jetë gjdo dit, unë e kuptoj ndo një vikend të ndodhe kjo. E kuptoj se 5 dit kemi punu rutina jo kjo, ndo një vikend kemi nevoj mu dalë. Me dalë me hejtë pak e me ndryshu ambientin, e pak edhe me i shëtit smite, vetë me dalë me shëtit. Është nevoj normale dhe legjitime një njeri. Për çdo ditë, ku janë detyrat e një grus, ndaj e vladet, fëmijëve mi eduku, mi arsimu, me i inkuraju, detyrat mi pa e kanë bo, si kanë bo, a janë të veshën për nesër, a i kanë thojt e prejma, a i kanë flokët e prejma, a i kanë teshat e pastërta. Që kjo edukatore që na edukon brezat të reja dhe që është edukatorja ardhmërisë tonë, a është në vendin e vetë, apo ka hupë në qarshi, në pazar. Gjdo sen me usull. Dhe gjdo e ersirë si e në ersira tjera. Gjdo e ersirë si e në ersira tjera. Dhe kur një gjo të shkoj pi në ekstrem, prit një belon dhe sherin. Andaj edhe keq kuptimet familjare kur s'kan qenë më në nivel dhe më në situatë alarmante sa në ditët e sotit, në kohët e fundit. Të kemi frikën e Allahut, të këshillohemi dhe të përkujtohemi. E të pyesim veten, qatë e vlad, si e kum lejune me dalë në këtë kohë? Pse të me riziku? E vladin, së është kohë e sherit e të keqës. Po edhe e dyta, si e kum lonë me dalë prej shtëpisë. A kemi kontrol si jemi të ilon e vlad tonë me dalë prej shtëpisë? Me qëfar veshje, me qëfar njete? A i që nuk kemi të pa o vlazën? Apo na janë qëru sytë e zemrës? I kemi këto të ballet, ama të zemrës s'po shohin.
Ama, se unë e kam obligim me qitu i mila syt, e kam obligim abdes me ushti me marë. Që t'i lojmë syt ka pak, e të shojmë pak ma mirë me thonë, shka o bo puna, si ka mundësi një femër besimtare me dalë kështu për i shpisë, e veshtë. Edhe me dalë në këtë kohë kështu e veshtë. Që te buri nuse me qu qashtu, edhe bashkë qashtu nuk e qëjnë. E pastaj ndodhë zinaja. Se jemi afru zinas. Zinas kur t'i afrosh, ndodhë. E kontribuës të çdo të keqe shoqërore tonë, jemi krejt bashkë na. Edhe une edhe ti, si cili prej nesh një nga një. Une jam shoqërues dhe jam gabimtar bashkë me juve nëse nuk flas, nëse nuk këshilloj. Po edhe ti e pjesëmarrës në këtë keqe, nëse këtë porosi dhe këshill se praktikon në jetën tonë dhe në familjen tonë. Obligim dhe detyrë i çdo prindi, çdo domaçini mbetet që me rujt nderin e vetë në namuzin. Obligim dhe detyrë çdo nona është, çdo besimtare me rujt dhe me mbrojt nderin e vetë. Në kuptimin e plot të fjalës, që pragin e derës shtëpisë mos me shkel ajo vetë e as dikush tjetër pa izën të burit. Ama edhe kjo që është duke ndodhë, kështu do të salamadi, kaos në kuptimin e plot të fjalës, nuk është në rregull, o vllazër. Çdo sen do të me pas një usull, një karar. Mos folme për pasojat ekonomike. Të çiftet e reja bashkëshortore se menojnë se mu i ka 31 ditë, i argjojnë parët për 10 ditë, 15 ditë, masë ja ko fajnë vllai, ja ko fajnë baba, ja ko fajnë migja, pse s'po japim, pse s'po nimojnë. Qysh me të nimon, kafe me argju para në restoran? Rruga ka limit, mu i ka 30 ditë, 31. Për atë pjesë po foli, së është pjesa ma e lejtë. Ama për pjesën e qoroditës morale dhe devalvimit të vlerave morale që janë në vendin tonë, për këtë gjë gjithë na jemi dëshmitar dhe pjesëmarrës në këtë keqe që është duke ndodhur. Që nuk është në rregull, o vëllezër. Çdo vend i ka rregullat, i ka traditat, i ka rendet e veta. Ky vend i jon i ka rregullat, parimet, traditat. Shife, unë nuk po flas për shumicën, po flas për një pakicë. Po flas për se shumica e grave besimtare dhe shqiptare të vendeve tona janë shtëpiat e veta dhe këshirin, detyrat dhe obligimet e shtëpisë dhe kanë një rend kur dalin natën e kur dalin ditën. E kur është vikend, e kur ja lejon koha, mundësia dhe prioritetet në jetë, a fëmijët, a shtëpia, apo me dal gjezmekin me bo vakte pa vakt. Domaçinkat kanë rënd, janë vizionare. Mundon një pjesë rrogës me argju, një pjesë me nda, që mi shkollu fëmijët e mi arsimu, që këto çifte treja. Këto që s'kanë mi arsimu fëmijët e tyre lindin me borç, me kredi, me kamat, lindin. Se fare dërz vubot, qëta zhvera do vije, shifeni kreditet për pushime verore dhe borxhet që i marrin rinia jo. Kjo nonsens është. Këto jo me bu shtëpia, çto që i kanë mishit. Edhe fëmijët e tyre ditën që lindin me kanë 20, 30.000, 50.000 euro borx, kredi që kanë marrë. Jo fëmijës me alon 20, 30.000 një shtëpi, një dyqan, sikur kanë bo baballarët tonë. Jo, këto fëmijët e tyre kanë mi bo azap pi ditën që kanë lind. Se me borç të babës dhe të nonës të lindin. Se nona dhe baba se një lon kafiqat e restoranët edhe korzot duke hecë për çdo mbrëmje. Vetëm se me këto pasoja fillojnë me ardhe me reflektuar dhe me përçarje familjare, se pastaj kur i vjen puna 5 dakika në 12 me la borxhin,
Kur familja dhe rrethina e din se ai çdo natë në kafe, në restorane, aty e këto, kur si në shtëpi, sepse më dhomën e tij borx. Allah në udhëzoft e në drejtoft. Urreni namazin e vllazën se kemi obligim hynor, kombëtar, njerëzor, moral që ta rrymë gjithë së bashku.